Kalis, që është një djalë që po komentohet shumë. E ke dëgjuar si këngë nga ana artistike? Shiko, në gjitha gjërat është shumë e thjesht, e kupton, në Shqip, me këtë këmbë që kemi ne, e kupton, me këtë përvujtje të madhe që ka përjetu shqiptari në shekuj, e kupton, që është tani është në modë, që është detyru me u largu, se tani nga Shqipëria po ikin dhe njerëzit që janë mirë, jo më ata që janë keq. Natyrisht një këngë e tillë, e kupton, nuk është në vështirësi e madhe me u bë. Për vete, personalisht, unë se kam fare kompleksin e konkurencës në raport me gjithë këngët, sepse unë e di shumë mirë që të dalloj kush këngë ka shpirt, e kush ka teknik, e kush ka tendencë. Pra, jam një artist i mendoj, mjaftueshëm i përgatitur për ta kuptu çfarë bëhet për çfarë. Domethënë, unë mendoj që betejë më e madhe e njerëzimit sot, dhe nuk flas vetëm për Shqipërinë, po flas për është vënia në diskutim të qenit njeri. Po, e vërtetë. E kupton, mas çdo ditë po zhduken profesione, pikërisht për shkak të inteligjencës artificiale. Dhe neve të gjithë duhet bëjmë luftën tonë për këtë gjë. E kuptoj, një këngë, okay, janë 0,3% janë këngë për atletarin, janë këngë për patriotizmin, ose për, për pulbardhat. 97% e këngëve në botë janë për dashurin, i dedikohen dashurisë, ndarjes, dhimbjes, trishtimit. Këto gjëra nuk do ekzistojnë më. Kuj do i këndohet? Këtyre do i këndohet, po do i këndohet me çka kemi bërë neve në vite. Me inteligjencë artificiale, e kuptova. Kështu që për mu, kjo është betejë, nuk është me u kthy, sepse bota për mu është zvoglu shumë, për mu dhe për gjithë emigrantët shqiptarë, kudo që janë. Nuk bën t'i shohim si të ikur. Për mu është e kaluar si mod, kjo pjesa që të përmendim. Miti që kam bërë unë për shembull, e kishte vlerën atere se për shkak të një gjë që trajtohen migracioni, sepse kufiti ishte të mbyllur dhe njerëzit çfarë bënin për tik. Po sot kush i ndalon emigrantët me ardhmë, pse me taku nonën, e kupton? Askush se ka problem me prej një bilet avioni me ardhë, se për këtë flet kënga, apo jo? Për këtë këngën. Ju pret nona ke dera? Mirë, nona i pret gjithë, edhe kur hikën punë, nona të pret.